edhe në diasporë, por shpjegimin tjetër historik e bëni edhe Beqe, gjithë tjerë kolege e diskutum që mos me u përsërit për rëndësinë dhe rolin që e kam pas diaspora para luftës gjatë dhe pas luftës, por ka një arsye pse unë mendoj që diaspora po vazhdon me ndëshku. Pra, vota e diasporës për mu është vot e ndëshkimit edhe në këto palëzjedhje, siç ka qenë në zgjedhje lokale dhe sidomos siç ka qenë në zgjedhjet e vitit 2021. Unë nuk pajtohem me paralelin e Turqisë, Arben, sepse në Turqi diaspora nuk është vendimarrëse në rezultat, nuk është përcaktuese. Shkak se atje flasim për dikun 82 milion banor dhe nuk ka në fer efekti që shka në Kosovë diaspora. Në Kosovë diaspora përcakton fituesin. Kosovë, pra përmes votës e diasporës, përmes frymës që krijon diaspora, pak a shumë përcaktohet edhe fituesi. Qysh përcaktohet fituesi, qysh e shohën? Për shembull, nëse e marrim rezultatin e vitit ose të 9 shkurtit, të 55%-shit, që dikun i bie rreth 45.000 ose 60.000 vota, sa është sakt, nuk e di sa ka marrë, domethënë vetvendosja, orientimisht